Prandaj Rafidat gjatë historisë kanë bërë krime të mëdha, saqë në vitin 317 Hijri, Ebu Tahir al-Rafidi ka shku në Mekka dhe i ka vrarë Haxhiler. E ka marrë gurin e zi në vitin 408 Hijri. Rafidi tjerë kanë ardhur dhe kanë vjedhur. E kanë grabit gurin e zi të Qabës dhe për 20 vite e kanë çuar vendin e tyre. Po ashtu, në vitin 907 Hijri, shteti i tyre Safawi, i cili ka qenë ai që ka themelu shtetin Safawi të Rafidive të Shijave, ai ka vrarë dhe ka ekzekutuar pjesën e territorit të Iranit sotëm që kanë qenë gjithë ehli sunna, shumica absolute, afër 1 milion musliman i kanë ekzekutuar vetëm se nuk kanë përfaqësuar devijimet e tyre dhe rrugën e tyre. Po ashtu në kohën e tatarëve, mendimin e Rafida është rrethuar Bagdadi. Të tillët janë ata Rafida, të sotëm që ndjekin rrugën e dëmtimit muslimanëve. Kur i shohim sot dy armiq të mëdhej të Islamit që kanë thurur kurtha, kanë planifikuar plane që t'i dëmtojnë muslimanët dhe që të marrin tokat muslimanëve dhe që të shtrinë ndikimin e tyre në botën muslimane, kur i shohim ata duke u dëmtuar, jo duke u dëmtuar njerëz civil të pafajshëm, sepse edhe nëse nuk janë musliman, ne nuk gëzohemi për rastin e tyre, por ata që thurin plane, ne vetëm kjo gëzon zemrën e besimtarit, por jo asesi të rreshtohemi me ata që shajnë shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, jo asesi me ata që i bojnë shirk Allahut, i bojnë shok Allahut, ata që i lutën duke thirrur ja Ali, ja Husein, pra shirk i qartë vepër që njeriu në nxjerr nga feja.